Pas ditën e djeshme, Kosova u trondit. Me shpejtësi qarkulloi lajmi i ndarjes nga jeta të dizajnerit të njohur Festimi Sufi në rrethana tragjike. Ndonse shumë nga dinamika e rastit mbetet e panjohur për publikun, dihet se e lënduar në këtë rast ka mbetur gruaja e tij, Erina. Dyshohet se dizajneri i ka dhënë fund jetës teksa vdiq nga plagët e shkaktuara nga një mjet i mprehtë. Lajmi la pa fjalë miqë bashkëpunëtor të cilët nuk e presnin këtë fund tragjik në moshë të hershme 34 vjeçare. Disa prej tyre i dha lam të mirën sot festimet në Gjilan. Aty ishte e pranishme edhe gruaja e tij, Erina. Pak para ceremonisë, ajo i shkroi disa rreshta, ku u shpreh se humbja e tij e ka lënë me dhimbje të papërshkrueshme dhe se do ta kujtojë si njeri të mirë, të buzëqeshur. E rrethuar nga shumë persona që po qëndronin afër në këtë moment të vështirë, pak minuta dhe ndanin Rinën nga lam të mira për personin e zemrës. Me ikëndi, festimi u përcoll për në banesën e fundit. Aty ishte edhe Agnesa Vuthaj, bashkëpunëtorja shumë vjeçare që ngushëllonte motrën e të ndjerit. Gjurmët e ditës së djeshme nuk ishin fshirë ende tek Erina. Duar tregon për ngjarjen e rëndje. Dhimbja ishte e madhe, sidomos për familjarët e ngushtë. Për lam të mirën, një buqet me lule të freskëta u la nga Erina. Për t'i dhënë lam të mirën, ishin pranishëm figura publike, përfshirë dizajnerin Mr. X. Në një ditë të vështirë, si morë lajmin për ndarjen nga jeta të festimit? Lajmin po besoj ko marrë si çdo person tjetër i afërt dhe që ka njoh festimin në një mënyrë shumë të dhëmshme, sepse ka ndodhur gjithçka rastësi, ka ndodhur gjithçka një moment jo të duhur ndoshta, dhe ka qenë e dhëmshme për të gjithë neve me marrë një lajm të tillë që kemi marrë dje për ndarjen nga jeta të festimet. Qysh e njeh festimin? Je në këtë industri, sado që je shumë i ri, je në këtë industri që ka gjatë disa vite, edhe të ka ra me njoft, ndoshta kur ka qenë entuziast, përpara se me bua emrin që ka pas festimi. Po. Realisht festimin e njoh edhe para se kom fillu me industrinë, edhe ka qenë djalë shumë i mirë, shumë shembullor, edhe gjithmonë puna e tij më ka motivu. Masnej kur unë veç kom fillu me qenë pjesë e industrisë, ka qenë një raport edhe me i afërt kolegial, ku kemi pas bashkëpunime në për fytyra publike tona të ndryshme, në bashkëpunime të ndryshme, ka qenë një person shumë i mirë si person, dhe sa përket profesionalizmi ka qenë një shembull në industrinë tonë të modës. Mirë po, unë mendoj që gjithmonë njerëz të talentuar edhe njerëz që janë shumë të mirë, rrugën e kanë shumë të vështirë. Besoj që veprat e tij kanë na ndihmu gjithmonë gjatë industrisë tonë dhe jetës tonë. Mesazhin e ndjerë të fundit të tij, gazetarja e njohur investigative Edona Gashi e ndau sot gjatë ditës në mjekësit e saj. Në të, Festimi deklaronte se ka luftuar me djers për bukën e gojës. Ma që sa e di unë njohja me shtje dhe festimit ka qenë e vjetër, po besoj, sa ku ka që një festimit? Realisht ne nuk kemi qenë shok, thjesht kemi bashkëpunu ndonjëherë sa i përket ndonjë artistit. Nuk më karo me taku shpeshherë, po njeri mjafton me taku një herë, edhe me kuptu pak a shumë rreth tij. Se që njeri që të paktën një herë një jetë ka taku festimin, e din që festimi nuk ka qenë një person që e dëmton dikan. Aq më pak siç është aludu në media edhe në gjitha rrjetet sociale që ai ka tentuar me mbyt gruan e vet, unë nuk e besoj gjallë, s'kam e besu asnjëherë. Rina ka qenë pika dopt e tina, edhe asnjëherë në jetë ai nuk ishte tentuar me i bë diçka keq. Mos harrojmë se dytë me atë sa e kemi pa ne, edhe me atë sa dim pak a shumë qoftë privatisht, kanë qenë qef shumë i lumtur. Shumë të sjellshëm, shumë të edukuar. Rina vjen prej një familje shumë të edukuar, shumë të sjellshme. Njëjtë edhe festimi, krejt e dim, kushdo që pak e ka njoft e dim që ajo është mundu shumë me jetën, me punu shumë, ja doj krejt vetë, pa që edhe forma që ai
është rrit edhe është ngrit në karrierë gjithçka me mundjen e vet, po nuk du me besu edhe nuk e besaj edhe i hedhi poshtë me logjikën tem gjithë ato teori që ndoshta ai është mundu me mbyt në këtë rast gruën e vet, gjë që nuk e besoj e s'du me e besu. Thjesht më vjen shumë keq që mediat ose kushdo tjetër për pak tekime mundohet me përfitu prej këtij rasti. Po më vjen shumë keq se djala që i ri aq i talentuar me shku në kaq i ri prej jetës. Veprat e festimit kanë merituar gjithmonë, edhe talentin që ai e ka pas nuk ka me u shukur, gjithmonë ka me u kujtu. E tonë, si gazetare investigative, trajton shumë raste, edhe unë e pash një postim tonin që mesazhi një për bisedave të fundit tua me festimin, fliste pak a shumë nashta për një vështirësi që e ka pas gjatë të jetës. Çka kuptove nga ai mesazh këtu me perifrazu, çka të lamun në kuptu biseda e fundit me ta? Si që edhe në mesazh, festimi tregon se nuk është tip që u marr asnjëherë me dikën tjetër pas me jetën e vet, edhe që është mundu shumë me siguru kafshatën e gojës për veti. Ka punu shumë edhe u mundu me ja dalë edhe unë mendoj që ja ka dalë shumë mirë vet. Një po vjen keq se një figurë, një talent si ai sot me degradu, pse ai nuk është gjallë edhe me gjithçka është pak e tërshme, por nuk është rasti vetëm që ne degradojmë pas vdekjes së një personi, ka shumë raste, më vjen shumë keq në këtë rast që po preket edhe figura e rinës këtë rast, gruas së festimit, pasi që është një vajzë shumë e edukuar me një butësi, me një dashni. I rritur pa prezencën e prindërve që ju ndan nga jeta e moshës së re, festimi la gjurmë në industri. Mësohet se vitin e fundit ai ishte pak më i tërhequr dhe në biseda private ishte shprehur që po mendonte për një kapitull të ri larg Kosovës. Fatkeqësisht ky dhe planet e reja u ndërprinë në mes, por do jetë arti i tij që do vazhdoi. U presh në paqe festimi sufi.